إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Fjala e Allahut të lartësuar dhe tradita e pejgamberit alayhi salam kanë treguar për rëndësinë e punës dhe për vlerën e punës dhe ushqimin e familjes me fitim halal, me pasuri halal. Ka thënë pejgamberi alayhi salam në hadith se ushqimi më I mirë I atina, ushqimi më I mirë I një njeriu është ai I cili e fiton me dorën e vet. Ai është ushqimi më I mirë. E ke fitu me dorën tane, e ke fitu me dirësën tane dhe s'ke prit që dikush me dhanën. Allahu e ka përmendur në Kur'an dhe ka thonë, veproni, punoni. Allahu do ta sheh veprën dhe punën tuaj, edhe I dërguari I Tij e besimtarët. E më vonë do të ktheheni tek njohësi I të fshehtës dhe I të dukshmës, e do të njoftoj për ata që vepruat. Çka thotë Allahu? Veproni, punoni, punë të dunjas edhe punë të ahiretit. E më vonë kur të ktheheni tek Allahu, kur të ktheheni tek njohësi që I din punët e të dukshmës edhe punë që janë të fshehta, pastaj do të ktheheni dhe do të merreni në llogari. Pra Islami e don punën, e don punëtorin, mirëpo e don punëtorin I cili punon me halal dhe mundohet me halal. Mundohet që pasurin që e ka fitu me qu të shpia me halal, ushqimin që e qënë të shpia më konë me halal 100%, pas t'i grinë që harami. Këtë punë e dënë Allahu subhanu wa ta'ala. Në këtë punë thirë Islami, që njerëzit me punu, edhe me fitu pasurin konform halalit dhe haramit. Duke u kujdes, puna a është e lejuar, apo nuk është e lejuar. Zhvillimi ekonomik, apo zhvillimi në përgjithësi duhet të jetë në përputhje me normat e shariatit. Edhe çdo herë është në shërbim të njerëzit. Shariati apo ligji Islam, ligji I Allahut, është ai ligj që I thirr njerëzit për zhvillim, që njerëzit mu zhvillu, që njerëzit me punu. Mirë po, konform rregullave të përcaktuara nga ana e krijuesit të gjithësisë. Allahu, në të vërtetë Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë gjendjen e vet. Allahu nuk e ndryshon gjendjen tonë derisa na nuk mundohemi që na me ndryshu gjendjen, që na me shku ka e mira, që na me zhvillu, që na mu zhvillu, që na me shku për para. Na do të me punua. Na do të me punu me marë se bejpët, edhe më shtetë tek Allahu se dihet. Na I morbi se vepët, suksesi nuk o ndorë tonë, suksesi o ndorë të Allahut, mirë pa jona është me vepru, e jona është me punu, me gjallu.
Pastaj mbështetemi te krijuesi i gjithësisë. Muhamedi alayhis salam vetë ishte i dërguar i Allahut, ishte pejgamber, mirë po do i ka rujt delet për me fitu pare, për me fitu pasuri halal. Në një kohë tjetër caktuar, ka qenë edhe tregtar. Ka qenë tregtar tek Hatixha radiallahu anha, ka bot tregti me mallin e Hatixhës radiallahu anha. Kështu pejgamber, ato ka punu. Pejgamberi i Allahut, njeriu më i mirë, ka kështu me fitu pasurinë me halal. Gjithashtu edhe pejgamber tjerë, Davudi alayhis salam ka qenë fërkatar. Ka qenë fërkatar. E ka përpunu hekrin, ka bo prej hekrit sende të ndryshme, pra e ka fitu pasurinë me halal. Idrisi alayhis salam thuhet se ka qenë roba qeps, i ka kepe robat asoj kohë. Këshire, shumica pejgamberëve kanë punu, e kanë pas një zanat caktum, një punë të caktume, edhe e kanë fitu pasurinë. E kanë fitu pasurinë me aftësi që Allahu ja ka dhënë. Në mesin e njerëzve, erdhi në Medinë tek pejgamberi alayhis salam dhe i kërkoi pa kushim, i kërkoi lëmosh. Pejgamberi alayhis salam pe pyet këtë person, a nuk ke asgjë shtëpinë tonë? A kur jo s'kin shpejt që të ka puna me ardhe dhe me kërku lëmosh? Po ja ktheu, një mbulesë çarçaf, një pjesë nga e cila ne e veshim, edhe një pjesë të çarshafit që na e shtrina kur flajna, edhe një enë prej drurit, me silli tha ato sende pejgamberi alayhis salam. Edhe për sahabët pyet pejgamberi alayhis salam, kush pi blen këto? Një u paraqit njëri 1 dirham. U paraqit i dyti thonë jap 2 dirham. Ja shiti këto pejgamberi alayhis salam dhe i tha merri këto 2 dirham, me 1 dirham. Tha qoj ushim të shtëpia dhe me 1 dirham tjetër fito. Merë tha, shko tha, mos shoh këto 2 avdit. Tha shko tha, merë prej dru, merë elitarin prej dru dhe biri drut këtu edhe shiti. Prej 2 dirhamve që i pat njënin ushim, njënin e pat për sende tjera, a i shkoj edhe bani dru dhe i bani 10 dirham. Ku një pjesë të këtyre dirhamve e pati për ushim, një pjesë për sende të tjera. Qëre, që shemsoj pejgamberi alayhis salam, me shku dhe me fitu pasurinë vetë. S'është e lejuar me dhon dikujt në pasuri që është jaft me punu. Në Islam, s'është e lejuar me dikujt me dhon pasuri që është i pasur, ka të ardhra të mira. Po do të më pas kujdes se kujt na japni. Se jo çdo kush që lyp është i nevojshëm. Na i dina shumë prej njerëzve që lypin, e kanë lypjen si profesion. Sikur dikush që shkon punë për ditë, ai e ka për ditë me shku dhe me lyp, me kërku lëmosh tek njerëzit. Mirë po, kjo nuk është e lejuar në Islam. Madje unë për veti nuk e preferoj njerëz në rrugë, një dhon pare. Që të kina disa para xhamisë që shpesh vinë me lyp. Njeriu shkon me lyp kur të ka nevojë, është zot të madh, s'ka me hangur, pa çore ka me dal me lyp. Ama ai që del për ditë me lyp, edhe i shet një parë, 1.000 dinar, 2.000 dinar, 3.000 dinar, atëra atë lypja ka haram, edhe ajo lypja është profesion. Nuk është nevojë. Andaj keni kujdes se kujna i jepni sadaka, kujna i jepni lëmosh. Edhe keni kujdes se si i fitoni pasuritë tuaja. E pejgamberi alayhis salam i thotë, kjo është më e mirë për ty se sa ti ja lejosh vetës lypjen, që të bëhet shenjë në fytyrën tënde në ditën e gjykimit. Me të bësh shenjë ty në ditën e gjykimit, se ti ke pas mundësi me punu, ke pas mundësi me fitu, edhe ke kërku lëmosh. Ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhis salam se atë që përmbahet dhe shmong lypjen, Allahu e mbron kundra varfërisë. Ai që mundohet dhe fiton, mundohet me fitu, mundohet me punu, mundohet mu pavarësu prej të tjerëve, Allahu ka me mbrojt prej varfërisë. Dhe ato që kërkon apo përpiqet për mjaftueshmëri, Allahu do ta bëj në gjendje të pavarur. Mundohu ti se Allahu ka me dhënë sukses. Punoti se Allahu do t'jap sukses patjetër. E ceka se Muhamedi alayhis salam ka në hadith, lëmosha nuk është halal e lejuar as për të pasurit, as për njerëzit e aftë.
Kushdo që ka ushqim për një ditë dhe për një natë, është ndaluar që të kërkon lëmosh. Ne kemi cek shpesh, e kemi cek edhe sot, se Islami thirr për punë, thirr për zhvillim, thirr që njeriu me shku për para. Mirë po, du të me pas edhe një sen shumë parasysh. Jo mi dhanë rëndësi punës edhe me la namazin. Ti shkon punë. Mirë po, kur vjen koha e namazit, patjetër se ti obligim me fal namazin. Nëse ti shkon punë, punon edhe vjen koha e namazit, ti e na shkallon namazin, e na shkallon farzin e Zotit, s'ka bereqet për punës tane. S'ka bereqet për jetës tane, s'ka bereqet për pasurisë tane, s'ki kur një farë bereqeti, s'ki kur një farë të mire. Se ti, mund është mu qunë 7 në sabah me shkun punë, edhe s'mund është mu qunë 5 sabah, me falë namazin e sabah, s'ka bereqet për jasaj punë. Prandaj, shumica njerëzve ankohon, e merr rrogën, s'ka bereqet. E merr rrogën si mjafton rroga. Ka dhe që janë tregtar, biznismena, s'punojnë me rrogë ato, kanë pasuni. Mirë po s'kanë bereqet, veçërin t'u kajtë, s'pa ka, o t'u shku t'u bo ma keq. Pse? Shkojnë punë, japin rëndësi punës, ndërsa punën e Allahut, obligimin e Allahut e ana shkalojnë. Punoni, mirë po kur vje koha namazit, mos e lini namazin asnjëherë. Nëse doni me pas bereqet, nëse doni me pas sukses në punën tuaj, në tregtinë tuaj, nëse doni me pas sukses në dunja dhe në ahiret, mos e harroni namazin, se namazi është shpëtim, dhe namazi është dritë. Në këtë botë edhe në botën tjetër. Pa namaz nuk ka shpëtim. Në botën tjetër kush kam i pas punë të mirë me namazin, këtë punë tjetër kam i pas mirë. Në botën tjetër kush me namazin nuk kam i pas punë të mirë, as punë tjetër as kam i pas mirë. Andaj edhe lusë Allahun e madhruar që Allahu me na udhëzu, e lusë Allahun e madhruar me na bë për atyre që jena të suksesshëm këtë botë edhe botën tjetër. E lusë Allahun e madhruar me na dhon të mira në këtë botë edhe botën tjetër. E lusë Allahun e madhruar me na bë për atyre që jemi të suksesshëm, që kena bereqet edhe sukses në jetë. E lusë Allahun e madhruar me na bë për atyre që i falmi 5 kohë namaz dhe nuk e lami namazin asnjëherë, e falmi namazin kohë dhe i kushtojnë rëndësi të veçantë namazit. E lusë Allahun e madhruar me na bë për atyre që bojnë vepra të mira, që largohemi prej veprave të këqija. E lusë Allahun e madhruar me na tubu në xhenet, çashtu që na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimi tek Allahut Zotit e botrave.